أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فلندرم الله أمضروار تبارك وتعالى صلوات والسلام يدرقوي محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimanëve të cilët kanë ndjekur, kanë pasuar rrugën e atij burri të madh derisa tek kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të nderuar, edhe me të jemi në surat al-Hadid në kapitullin e hekurit, respektivisht jemi nga ajeti e 12 i kësaj sure të bekuar deri në ajetin 15, ku i madhi Allah Azza wa Jall pasi që në ajetet e sipërme para tyre urdhëroi që të besohet Zotin një, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam i dërguar i tij, pra besohet Zoti hak, pejgamberi hak, dini Allahut hak, pastaj urdhëroi muslimanët që të japin sadaka, që të japin për hir të Allahut Azza wa Jall në të gjitha format e mundshme, atje ku kërkohet dhe në atë që ka mund të kontribuojnë për ngritjen e fjalës së Allahut te bareke ve taala, duke premtuar atyre shpërblim të madh ditën e kiametit. Tani, në ajetet të cilat e kemi para vetës, i madhi Allah
e përshkruan gjendjen e besimtarve, respektivisht të nurit, të dritës, e cila i ka plënë ata musliman, edhe në anën tjetër e përshkruan apo i përshkruan edhe munafiqet, hipokritet, të cilët mbesin në errësirë, dhe si rezultat dërgohen, qohen, shpihen në xhehenem, wal iyadhu billah, Allahu na ruajt. Pra, Allah madhruar në këta jetë na përshkruan një pjesë e ditës së Kiametit, respektivisht, siç kanë thënë ulemat, kur vije koha pas ditës së gjykimit, pas përfundimit të gjykimit, në ditën e gjykimit, për të kaluar sirat. Për të kaluar sirat, e që është sfida e fundit e krejt njerëzimit që ka jenë në mahsharët. Është sfida e fundit për neve besimtarë, sepse jo besimtarët nuk afrohen të sirat të heq, nga sa ata tërhiqen zhagazin në xhehenem, të lidhur, të prangosur me zinxhir. Por ka të tjerë të cilët jam mësyn siratit, ama nuk mund të kalojnë siratit. E ata janë munafiqët. Pra Allah i madhruar e përshkruan gjendjen e njerëzve, një pjesë të gjendjes së njerëzve në atë ditë të madhe. Kështu që ajetet të cilat e kemë para vetes janë shumë prekse, ja e zakonisht prekse. Në veçanti, kur flasim për munafiqët. Për munafiqët, hipokritët. E ne të gjithë e dim, apo shumica jonë, se edhe sahabët e Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam, si Fjalavija Umeri, është friksuar se mos është në lisën munafikëve. Hanadhale është friksuar se mos është bërë munafik. Madje është ankuar të Abu Bekri. Dhe Abu Bekri ka thonë se është ashtu. Atëherë pra edhe unë jam si ti. Pra edhe kjo friksuar se mos e bëhe kjo munafik. Pra çështja është tepër e rëndësishme, e ndishme, e frikshme. Është e frikshme, nuk diskutohet. Andaj duke pështetur të madhe të Allah te bareke ve teala dhe duke kërkuar prej tij në lehtësim dhe sukses e bereqet, fillojmë komentin këtyre ajeteve e të shohim më afër se çfarë na thotë i madhi Allah te bareke ve teala. Thot Allahumma sa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yawma tara al-mu'minina wal-mu'minat nuruhum yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim. Yawma tara al-mu'minina wal-mu'minat. Atë ditë apo ditën kur, thuaj se të dush, ditën kur do të shohësh besimtarët dhe besimtarët, burra dhe gra. Yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim. Drita atyne shkëlqen, ndriçon para tyne dhe në të djathtë të tyre. Atë ditë, pra ditën e Kiametit. Ditën e Kiametit. E që shumë ulemat të selefve, se Ibn Abasi, Ebu Aliye, pe ulemave të selefe kanë thonë se njerëzit dhe shumë komentatorë të Koranit më pas, njerëzit pasi ta përfundojnë llogarin, pra pasi përfundojnë llogaria ditën e gjykimit, Allah i madhruar e që një rësirë. Rësirë.
Mawardi ka thonë, mendoj se kjo errësirë është kur përfundon gjykimi dhe njerëzit futen sirat. Kur Allah o qanë këtë errësirë, o qanë nuri, dritë besimtarëve. Dhe këtë dritë për e cekë këtu. Atë ditë kur të shashtë të besimtarët dhe besimtaret, edhe gratë për tyne. Jesa nuruhum bejnë e idihim, o bi e imanihim. Drita tyne shkelqen para tyne dhe në të djathtë. Kjo në të djathtë, se ka të se këtë majtën, për është të djathtë, drita tyne jesë për para, pra kanë dritë për para. Abdullah ibn Mas'udi, radiallahu anhu ka thanë, atyre o ipet dritë, atyre besimtarëve, o ipet dritë, simbas ameleve të tyne që i kanë pas në këtë dënja. Besimtarëve, o ipet nure dhe dritë. Bojnë dritë, ndryqojnë, shkelqejnë, simbas ameleve të cilat e kanë pas në këtë dënja. Ka prej tyne, këtë këtë fjallë ibn Mesudit, ka prej tyne që i për drita se kërse një palë, sa një palë. Ka prej tyne që i për drita sa që është njeri unë kam. Ka prej tyne dhe mëse paki, atej që i për drita nore, thët, është sa një pjesë e gishtit. Mezi, e shëshputat e veta, kam të veta. Ndërsa Katade, Allah e pas pëshëruar, ka thamë, na është thënë neve, na është përcjelur neve, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ka thamë, ka prej muslimanëve, që i ndryqohet të bëhet të dritë, sa prej Medinës në Aden, ose sa prej Medinës në Sanaa. Pra, një mujdet me jesë dritë, për nurit dritës tina. Edhe me pak se haqë, dere sa të vijë sasia dritës, sa që nuk e shef tjetër përpës, kam të veta. Gate se kërse, e Abdullah ibn Mas'udit, radiallahu anhu. Ditën prakur, Allahu o japë nuri dhe dritë muslimanëve. Dhe dritë ata ndryqojnë, u bëhet nuri dritë për para dhe në të djathtë. Shumë ulema kanë thanë, në të djathtë, e djathta përdoret në fej, por është për qëllim krejt, në të nanë të nuri dhe dritë. Dhe kjo është me e kapshme, Allahu alem. Anëpse ka prej ulema që kanë thanë, o jipet drita dhe në të djathtën e tyne në klapa, se ka ceku, e kanë qetapin e ameleve të veta, i cili është dhanë më heret ditën e kiametit. Së dhe që tjetë, aty një ujpet nuri dhe dritë, dhe ndryqojnë ata, para dhe në të gjitha anët e tyne. Bojnë dritë. Bojnë dritë, pra drita nuk qenë ka njëjtë. O simbas ameleve të tyne, simbas imanit të tyre në këtë dënja. Edhe kjo është vetëm kështu. Kjo është vetëm kështu. Sepse dhe gjenetet ne e dim që janë simbas ameleve të njerëzve. Përpas atë që dënë Allahu më ngritë, të bareke o ta'ala, për hirë, më ngritë grumë për hirë të borët, më ngritë djalin për hirë të babës, më ngritë shokun për hirë të shokut, e të tjerë është. Por, gjeneti është, simbas ameleve të njerëzve, simbas imanit të njerëzve, që kam pas këtë dënja. Nga se në këtë dënja, imani është nuri dhe dritë. Muslimët në këtë dënja i ndryqojnë zemrat e tyre me nure dhe me dritë qellore.
Muslimanët në këtë dynja e ndryqojnë mendjen e tyre me nure dhe me dritë qiellore. Dhe fruti i kësaj drite, këtij nuri, janë edhe veprat e tij të mira të cilat i bën. Të brendshme dhe të jashtme. Të brendshme si takvalluku, friga ndaj Allahut, dashëria ndaj Allahut, dashëria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dashëria ndaj Islamit, xhelozia për këtë din, dashëria ndaj muslimanëve dhe mëshmëria për muslimanët, nga dëshmëria për me sakrifiku për këta musliman e për këtë din dhe. Por edhe amelet i jashtme, namazi, zeqati, sadakaja, urdhëresa për të mirë, ndalesa nga e keqja, të ndihmuarit e njerëzve, të udhëzuarit e njerëzve, largimi pengesave nga njerëzit, dhe punë të hajri tjera të mira të cilat muslimanët garojnë, por jo të gjithë njëjtë. Jo të gjithë njëjtë. Pra, as imanën se ka njëjtë, as amelet se ka njëjtë. Andaj, si mbas këti imani, si mbas nurit të imanit në zemrat e tyne, në këtë dynja, si mbas ndryqimit të zemrave të tyre me nurit qiellor në këtë dynja, o vije, apo o jipet edhe nurit dhe drita në ditën e kiametit, respektivisht kur të vije koha me kalu e sirat. Pra ka për tyne që ndryqon larg me 100 kilometra. E ka për tyre që nuri tina ma pak, derisa meze ishe shputat e tina. Por me gjithate, bile, kanë transmitime tjera, kur i nalet drita, heri nalet, heri vije nuri. Kur i nalet, kur i vije drita, ec pak. Ndalet, prap ndalet. Sepse nuk gëzën me jesë në rësir nga se poshtë është gjehnem. E serati është urë, dhe vetëmja urë, dhe është një urë, atje s'ka dy. E vendosur, e cila vendoset, pastaj vendoset. Nbi gjehnem. Dhe nuk mund njeri të shkoj në xhenet pa kaluar në serat. Nuk mundet. Të shkoj në xhenet kush pa kaluar në seratit. Dhe atë ka nevojë për dritë rreth të Zotit. Andaj sa më shumë që pajiset mbushet me nurin e imanit të robin këtë dynja, me nurin me dritë imanit, e me amele të mira, as më shumë ka nuri dhe dritë, as më shumë pajiset me sasi të madhe të nurit e dritës, ditën e kiametit, respektivisht kur vije koha me kaluar sirat. Atyre besimtarve, të cilve o jipet nuri dhe drita, dhe bëj nuri dhe dritë, dhe hecë me shpejtësi, dikush me shpejtësi marramense, sepse tani ka hadithe tjera që kalojnë siratin, dikush si vetime, dikush si era shpejte, shpejtësia erës, dikush sikur se kalor si me vrape, dikush sikur se me deve, dikush sikur se njeri ka varpan në kame, deri ai i cili hërzohet, qohet, rëzohet, qohet, por e kalon, e që ka dritë nuri pak. Amo e kalojnë ta. Për pas këti nuri që jipet atyne, Allahu thëtë, bushrakum al-yawma jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha. Myshde o jo musliman. O thonë me lachet. O thonë me lachet. O jipet nuri dhe dritë dhe myshde. Përgëzohen. O jipet si hareq muslimanve. Myshde jo musliman. Me gjennete, nën të cilat rrjedhi lumenje, e ku atje do t'jeni khalidin e fiha për gjithmonë. A ka diçka dhurat më të madhe?
Se sa po të sigurojnë me lachet që ti kemi kalu siratën, të është dhanë nure dhe drita. Po të qetësojnë dhe po të përgëzojnë se për të jurës të presin gjennetet. Ka fitim më të madhë për ata, apo fitore më të madhe, për ata i madhe Allah në fund të jetit thëtë, dhalike hua l-fawzul adhim, vërtet kjo apo ajo është fitore e madhe, po pasha Allah në qabës nuk ka fitore më të madhe. Ilumi, 1 milion herë, e pa kufi, të cilën e përgëzojnë me lachet Allahut, sa ate presin gjenetet, e jipet nuri dhe dritë, edhe fiton këtë fitore të madhe, Allahu në bë prej tyne, ja Rabbel Alamin. Përballë këtyne faqebardhë, besimtar, musliman, Rabb të sinqert Allah, jo hipokrizi, jo munafiqllok, sinqeritet, ndaj të madhe të Zotit. Vije grupi tjetër. E Allahu thot: "Yawma yaqulu al-munafiquna wal-munafiqatu lil-ladhina amanu nzuruna naqtabis min nurikum." Atë ditë, hipokritët dhe hipokritet, mora dhe grada për ta, do të thonë besimtarve: na pritni, që edhe ne të ndriqohemi pej nurit, pej dritës tuaj. Çka I bije kjo? Munafikët janë përzinë besimtarë që ka thonë me gjahidi në këtë dunja. Përzien edhe atje në ahiret, por që shkon nga atje. Ata Allah I madhruar, për faktin se janë përzime muslimën këtë dunja dhe janë shitë në emën të Islamit, nuk I ndanë në mahsher, në vend të llogaritje, vend të bim, ku I ndanë mushrikët, të krishterët, qëfotet, ateistat, krejt qëfarët të dunjas, dhe të rritin zhagazin gjehnem, nuk I ndanë aty. Këta I lenë me musliman. Dhe këta shkojnë për mas muslimanëve, bashkë me ta. Tani, kur vije errësira, që thamë me herët, kur vije errësira madhe, që qënë I madhe Zot, te bareke ve taala, besimtarëve jepet nuri dhe dritë. Munafikëve nuk kanë dritë. Se s'kan pas dritë këtë dunja, kanë pas zemrat e errta, kufër, shirk, nifak, hipokrizi. Por ata shkojnë mas muslimanëve, tu I pa nuri dhe të orientusin pas nuri dhe dritës e muslimanëve. Muslimanët përpara me nuri dhe me dritë, të rru, errësirë e madhe, ata përshkojnë për mas. Por muslimanët përshpejtojnë, sepse nurin e kanë gjerë të shumët. E munafikët tash mbesin, nuk gëzojnë me jetë çka kërësire. Çka thonë ata? Pa thëtë Allahu: "Yawma yaqulu al-munafiquna wal-munafiqat." Atë ditë kur hipokritët dhe hipokritet u thonë besimtarëve: "Lilladhina amanu nzuruna naqtabis min nurikum." Pritna që për gutni, që për mërthehni. Pritni që edhe ne të marrëm për dritës ju, apo mës të ndriqohemi për qasaj drite, të vina dhe na me juve.
I lakmojnë muslimanëve. I lakmojnë muslimanëve. Por, a e krynë punë. Pra, pritna dhe neve, të vim pas juve, se pa nuri dhe dritë nuk po gëzojnë me hecë. E me bo me metë një këto në fshiu gjëhnami. Qka thuhet atyne? Atyne thuhet, qile rgjiu waraikum, faltamisu nura. Besimtarët e kthejnë kryt më ropa. Mund t'jetë edhe me laqet folën emën besimtarëve. Mund t'jetë. Sepse ajeti ka ardhë qile, u thuhet atyne, u thuhet, përgjigje, se këta përthejnë pritna, ta shivje përgjigja. Ose për besimtarëve, që cilët për jetësin për para, me nurë dhe me dritë, dhe sirate dhe me shku në xhenet, ose u thënë me laqet, si përgjigje në vend besimtarëve. Qka thuhet atyne? Irgjiu waraikum, faltamisu nura. Ja, kthehuni ju, kthehuni pas. E kërkoni ndonjë dritë nuri mos pe gjeni dikon. Këtu disa ulema kanë thonë, kthehuni pas, ku ketë në vend të bim atje, ditën e gjykimit. Mos po gjoni nuri rasisht. Të tjerët, shumica atyne dhe mendoj se kjo është hak, kanë thonë, jo, kthehuni në dynja. Këtë nuri këtu që kena nësët, e kem rezultat i imanit tonë, e ameleve tona në dynja. E jo, ju njerëz. E jo, ju njerëz, ja. Kjo është e pamundur më këthy në dënja, e din me laqet nëse thonë, e din muslimant nëse thonë, po din edhe munafik që së në kthehen. Ama u thuhet atyre në shenjën në çmimi për buzjaje, talje me ta, sepse ta jenë talur me musliman sa kanë qenë këtë dënja. Ata i kanë përqeshur musliman sa kanë qenë këtë dënja. Qka a bo me këtë mjekër? Po mjekesh me thonë me këta lesh. Hajgare musliman për batja? Po hajgare bë më nafiku me ty e me mu. Qa kesh ami më ke bo se ka lëgjirë ka të? Hajgare të ka bë muslimana? Po hajgare bë musliman. Qa mërve shaje birqau, i thengoj të ratë që dhe të me punu, me gjallnu. A ka thot musliman? Bëjnë hajgare muslimana? Jekni bë hajgare. Jeni talë me namazin tonë, me agjerimin tonë, me dignitetin tonë, fetarme, kënarin tonë që kemi pasur. Keni bë hajgare jo, me sunetin tonë, me dinin tonë, një përgjithësi. Andaj, edhe nëse të bëjmë hajgare me juve. Ju e një talë me ne, e ne tani për talë me juve. Po talë me ta. Dhe me plët të drejtë. Qile rgjiu waraikum faltamisu nura, dhe thuhet atyne kthehuni pas dhe kërkoni nuri. Po kthehuni në dynja, po që s'është të mundshme me u kthy, e ju sot ktheheni. Dhe atje kërkoni nurin që kërkuam ne, sepse ne i mbushëm zemrat tona me nurit qiellor. Dhe zemrat tona qenë të mbushra me nuri, me dritë qiellore, e mendjet tona, e amelet tona, frut i këti imani, i këti nuri, që Allahun alshen zemrat tona, por ne pranuam, ma dje me knatësin më të madhe pranuam. Dhe falenderuam shumë Allahun ton që na përzgjodhi e na lëshoi atë nuri qiellor, atë dritë qiellore e që është imani në zemrat tona. Pra thuhet atyne kthehuni. S'ka rënë më kthy. Pra debat apo polemik mes muslimanëve dhe munafikëve. Vije fjala ndarëse përfundimtare
pejt madhit Allah Azza wa Jall. Për ata dhe për këta. Thot Allahu Tebareke wa Taala. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Atëherë ndërmjet tyne, besimtarëve dhe jo besimtarë, munafikëve, ndërmjet tyne vendoset një muri. Vendoset një muri, i cili ka derë, lehu bab, muri i cili ka derë. Batinuhu fihi rahmetu, brenda ti është mëshira. Ndërsa jashtë ti, wa dhahiruhu min qibelihi l'adhab, ndërsa jashtë ti apo jashtë asaj dere, ka dënim. Çka ndodhi? Ibn Kathiri, Allah e pas mëshiruar, thot, muri është për qëllim se ditën e Kiametit sillet një muri i cili ndan besimtarët nga munafikët. Kur të afrohen besimtarët tek ai muri, aty është një derë. Hapët dera dhe futen muslimanët në atë derë, derisa të futen të gjithë. Pastaj mbyllet dera dhe munafikët më nuk mund të hyjnë për atë derë. Këndej murit është errësirë, është vuajtje, është dënim, është azab, është xhehenemi. Kështu që ata mbesin në errësirë, që kanë betë në errësirë, që kanë qenë në errësirë të kufrit në dënja. Kanë qenë në errësirë të kufrit, të shirkut, dëshimeve, të harameve, të epsheve. E të tjerë në këtë dënja, edhe në ahiret, në besin në errësirë, errësirën e madhe së ditës së gjykimit. Allahu na ruajt. Munafikët, po para se më dalë në jetin tjetër, u vëhet një muri. Ibn Abbasi, në një transmetim, ka dhe tjera, thëtë se me këtë muri është për qëllim el-Araf, muri cilë është mes xhenetit dhe mes xhehenamit. Wa ala al-Araf rijalun ya'rifunahum bisimahum, që kemi të sekë surët al-Araf. Por të tjerë të thënë ju, nuk është kusht me qenaj, unë tjetë muri tjetër. E rëndësishme është se Allahu po thëtë, vendoset një muri mes tyre dhe mes tyre. Mranda ti muri, rahme, rahmet, e xheneti është rahmet, pra e xheneti. Këndej muri është azab, është xhehenami, nga se këta që kanë mbetë këndej, këta krejt këta shkojnë në xhehenem. Ndërsa ata që kanë kaluar muri, ata shkojnë në xhenet dhe shijojnë të mirat Allahut Tebareke wa Taala. Munafikët, Allahu po thot në vazhdim, yunadunhum alam nakum ma'akum. Munafikët thrasin, i thrasin besimtarët. I thrasin tash munafikët besimtarët dhe u thonë, a nuk kemi qenë edhe ne së bashku me ju? Pse na latë? Pse na latë? Kësyrin më kapë dikon, po s'ka ndorë fundja ta kur gja, se s'ka ndorë kërkush kur gja për vetë vetën e vetë le për tjetë, por më mundu më kapë dikon. Andaj këta u thonë, yunadunhum alam nakun ma'akum. Anë nuk kemi qenë bashkë me ju në këtë dënja. Kanë thonë ulemat, qëllimi është, anë nuk kemi qenë me juve, na këna tha veti musliman. Jo musliman.
Qa në latësat, qa ndodhi? Në për xhamia jemi hi edhe ne, qoftë dhe ka një herë. Kena bë punë të islamit, qoftë disa prej tyne, edhe ne me I bojnë munafikët. I bojnë munafikët. Munafikët e Medinës, kërë në pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a nuk janë hyna për xhamia? Abdullah bin Ubej bin Selud në saft parë. Në saft parë, për një kohë është falaj. Dere sa kuptu qartë, o dalë në sheshën pa munafikia tina. Në falë, e vërtet. Jenë shtirë se pa agjerojnë, ka marrë pjesë punë të harit bashkë me muslimant. E vërtet. Andaj rënë është nuk kanë me juve në heret në botën tjetër. Po, përgjigje o vije me një herë. Kalu bela. U thuhet atyne, po, gjithsesi, ju keni qenë me neve në dynja. E vërtet është. E vërtet është. Se ju keni qenë me neve në dynja. E më gjahidi thëtë, kanë qenë në muslimantë, jenë martu me ta. Jenë martu, ta mërë qikin munafiku, ja mërë qikin munafikut. Shka din ti? Munafik. Dhe kursën e zbëlan, ke jetu me ta. Nashta ke familjar, ke huar, ke pi, ke jetu, ke bashkëtu. Munafik. Po bashkë thët edhe ditën e kiametit për një kohë kënë, që ka botash? Përgjigja vije, kalu bela, po gjithsesi, kemi qenë bashkë me juve. Ama që ka ndodhur. Walakinnakum fatantum anfusakum. Por ju e shkatruat vetën tuaj. E shkatruat vetën tuaj I bët fitne. Ma bukfalisht I bjen me thonë, ju I bët fitne vetë suaj. Sepse e msheft munafik kufrin edhe shirkun. Ju e msheft hipokrizin. Ju kur nuk e besuat Zotin hak tamam. As pejgamberin hak, namazin hak farz e Zotit, agjerimi farz e Zotit, shitëria xhamisë, kur si besuat këto? Ju nuk e pati dert halal e haram. Ju një me I bët disa vepra të mira. Amun ju mungoj besimi, imani I shëndosh. Sinceriteti, ju mungoj nijeti. Ju mungoj njeti, e vepra e mirë, a pranohet e Zoti pa njeta? Spranohet, innama al-a'malu bin-niyat, hadithi pari Imam Bukhariu sahihin e vetë, e që është gjysmë e dini që kanë thonë ulemat. Nuk pranohet ameli pa njet. Pa njet mirë, për e zatë Zotit, për hatër të Allahut. Pra, ju që të punë që për thëni I këna ba bashkë me ju në dynja, si namazë, tjere, se vepra në shikim të parë duken të mira, por të papranuara, nga se këni qenë qëfarë në zemrat e juve, në brëndësin e juve, këni qenë munafik hipokrit, nuk e këni bunjet për hatër Zotit, se këni pas qëllimin e mirë, nuk këni qenë sinqert me të madhin Allah Azza wa Jall. Nuk keni qenë. Dhe ratën fitne, nuk latë haram e gjëna pa ba, sepse se keshë dhjetë të frikën e Zotit. Andaj I bod vete fitne jo, me kufrin edhe shirkun e juaj, edhe një fakën e juaj, edhe në fakt ke ju shkatërë juve. Dhe kja ku ju përun njësat. Pra, qalu bela walakinnakum fatantum anfusakum, jo e shkatrot vetën tuaj, ja bod vetës. Wa tarabbastum, dhe ju pritnit këbëtëzi për muslimanët.
Dhe ju pritni ditë të zeza për muslimanët. Dhe ju vazhdoni të qëndroni si munafik. Kështu që në kofë se këta vazhdojnë me ngrite, me avancu, me forcu, jena me ta. Po që se ju ndodhe kunder ta, e që na përshpresojnë shumë, se kam ju ndodhe kunder ta, sepse munafiket ishin gati të bindur, se Muhamedi, atë e thonin Muhammed, sallallahu aleyhi wasallam, dhe musliman pyetje kohën, pyetje ditësh. Për ndryshe, mushriket, kurishitët, kanë me shkatru, dhe kanë me përfundu që është e pejgamberit dhe muslimanëve. Pra, këta pritnin ditë zeza për muslimanët. Prit, por s'pyvin ato shpresa nuk pjo realizohen. Wartabtum, dhe ju dëshanit në çdo gjë që ka të bëjë me din. Ju dëshanit në jetë kuranore, nuk i besanit. Ju dëshanit në ringjallje, thëshim sa këthi kush për atë jetën, me na tregu që ka botë tjetëra. Ju dëshanit, ne nuk dëshanit. Ju dëshanit. Wa gharratkumul amaniyyu, dhe ju e kështu ju mashtroi dynjaja, shpresa, i myti. Po bëhet mirë në favor tonë, mas pas të zote për thej qafe këta e përshkatërohen. Po, ditë po ecin, ama nuk realizohet ajo. Kështu që ju i mashtroi jeta e dynjas, duke menduar fundja se u zbesanet në ringjallje hiç. Hatta jaa amrullah. Ju vazhdonit me këtë bindje të jetonit. Duke mshefur kufrin, në fakun, duke shpresuar se së shpejti t'ju vjen një bela e madhe muslimanëve dhe përfundojnë, duke dyshuar në çdo gjë që flitet Kur'an dhe Sunet, dhe duke zhytur në të mirat e dynjas, kënaqësitë e dynjas, shyrjen e epsheve, kryerjen e çdo harami që vjen përpara, derisa erdhi vdekja. Dhe ja ku jeni sot. Hatta jaa amrullah, derisa erdhi vdekja. Wa gharrakum billahi al-gharur, dhe juve djalli ju mashtroi rreth Allahut azza wa jall. Sepse kreu i krejtyne të këqijave është drejt që i mallkuar. Që ju munafik e ndëgjuat, e ngut atë, ju nënshtrut ati, ju përgjigjet thirrjes së tina, lenat Muhammed, lenat Islam, se s'ka kur gjë prej ti, në pyetje kohë është, ditë është, mashtrime, tjerë. Se kur komunistët tonë, të cilët u kanë thonë plegjëve tonë, që shumica absolute kanë shkuar të Zoti i tyre, edhe ato hoxhallar që kanë vdekë shumica e tyre, për i mashtrojnë ju hoxhallar, vesa për me nështu numërin e me rujt në i det, se pralla jem këto, dogma jem këto, s'ka san për kësaj pune. Identik, që është edhe këtyni i është thanë prej anës së drejqit të mallkuar. Pra ata Allahu pa thëtë, wa gharrakum billahi al-gharur, el-gharur është mashtrus, bukfalisht i bie mashtrus, por Ibn Atiyat e tjerë thënë tek të gjithë komentatorët të Koranit, është për qëllim dreqi, djalli mallkuar i cili u ahjeshoj, u azbukuroj, i nxiti, i inkurajoj për një fake, për hipokrizi, dhe arriti me i mbajtë në qatë gjendje derisa i erdhi vdekja. Atëherë kur ka vdek, dhe ja tani sa janë ditën e kiametit, dhe ja erdhi koha me undar prej besimtarëve, por ku me shku? Ku me shku? Përpos në xhenem. E Allah i madhruar në fund në jetën e fundit të këtij fragmenti thotë: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار.
Sot nuk mirret apo nuk pranohet për jush asnjë lloj kompenzimi. Wala min alladhina kafaru, nuk pranohet për ju si munafik, dhe nuk pranohet edhe për atyre, as për atyre që kanë bërë kufër, paganët, të partë në këtë kohë këtu, po pastaj edhe të gjithë të tjerë që kanë bërë Zotit kufër, që futët, krishterë, ateiste, kush do të qoftë në këtë dënja. Nuk u pranohet kompenzim për ata që nuk besuan për kufrën e tyne. Nuk pranohet. E në shumë ajete, na kanë kaluar dhe shumë të tjera na vijnë, ku njeriu do dëshirante ta kompenzoj këtë humbje të madhe që ka bërë, me grua, me fëmijë, me dyja që ka pasë, me akraba, me kabile, me këtë e keq me pështu, por s'ka kompenzim. E Allah po të cekë edhe këto të bareke o ta'ala, sat nuk ju pranohet fidje është kompenzim, shpagim, bukfalisht i bie me shpagu. Fidje është shpagim. Fidje është me shpagu. Nëse haxhiu ta shkoj haxhit, i shkel rregullat e haxhit, ka nevojë të bëni fidje me shpagu. Kjo është fidje. Nuk pranohet shpagimi për jush dhe për atyre që kanë bërë kufër. Ma'wakumun nar. Juve, ilaçi juve është xhenemi. Në fakt nuk i bie ilaç, po i bie ndihma juve është xhenem. E që kjo është nënçmim se xhenemi nuk ndihmon. Pra nuk ka kush që a bën juve qarën. Nuk ka kush që a bën juve qarën, o ju njerëz. Ndash i vajtoni, ndash i qani, ndash i ankani, ndash ka kënë ndipi kujtë dëni. Nuk o pranohet. Vendi juaj është xhenemi, hiya maulakum wa bi'sal masir. Vendi juaj, pra është xhenemi, zjarri, ai është ndihma juaj, sa përfundim i keq është kë, shkorja në xhenem. E sigurisht sa përfundim i keq, edhe nuk ka përfundim më të keq. Pra kjo është gjendja munafikëve në ditën e kiametit, kur mbesin e rësirë në momentin më kritik, më të nevojshëm që kanë pasur ndonjëherë. Mbesin e rësirë sepse kanë jetuar në rësirë, në rësirat e kufrit e të shirkut. Mbesin e rësirë sepse kur s'kanë punu për hatër të Zotit, por kanë punuar për dynja, kinë se jena me besimtarët, për interesat tyne, të dynjas e jo të ahiretit. Andaj, kjo duhet na kujtoj neve, edhe një herë, po edhe shumë herë, rëndësim e ikhlasit, të sinceritetit, me përtri niyetin, sinceriteti, sabah e aksham, dit e natë, në gjithdo punë, para dhe kur ta kryje. O, Zoti jo, na bën që këtë punë, ibadet, sadaka, që do qoftë, ta kemë për hatër tanë, Zoti jo. Jaro. E pastaj, këtë të mirat e dënjas, vinë vetë vetiu, narshëm. Disa vinë, qashtu vinë, se në ligjet Zotit, po disa jenë dhërapi Zotit, dhe shpërblim këtë dënja, apo pjesë e shpërblimit në këtë dënja, se lumëturia, shëndetje, që qënë Allahu të barek, o të ala pasuria, harmonia të tjerë, por edhe mos na i qoftë, se fukar Allah kë e smundja, po na i marë, bëjmë sabërni. Hitë sa problem. Veshtë na pranon Allahu këtë iman, e këto ameli që i bojna për hiti, e të na ndryqon me nurë dhe me dritë, ditën e kiametit, e të na shpëton për ati sikleti, e ati dënimit për hershëm për zjarrin xhenemit, e të na futën xhenet me rahmetin e vetë. Ja Rabbil Alamin, Allahumma amin. Allahu na bëft haram xhenemin, ja Rabbil Alamin, edhe veprat e xhenemit. Allahu na bëft haram dënimin e varrit, e fitnën e varrit, ja Rabbil Alamin. Allahu na bëft rrezik xhenetin e mirat e tij, Allahumma amin. Wallahu a'lam.
Zoti dhe më së miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.